Më lejoni që të shpreh edhe qëndrimin e nismës socialdemokrate për seancën e thirrur sot në ora 11 dhe njëkohësisht po ashtu sot edhe në ora 14 dhe më lejoni t'ju them që përgjatë këtyre pothuajse 10 muajve nisma dhe zoti Limaj kanë qenë jashtëzakonisht konstruktiv për t'i dhënë Kosovës mundësi dhe për të bërë më të mirën për qytetarët e Kosovës, por kjo çështje nuk ka ndodhur. Dhe si rezultat i gjithë kësaj kohe dhe i pagadishmërisë së lëvizjes vetëvendosje dhe vetë zotit Kurti, nuk është arritur një gjë e tillë që tani më pothuajse si rezultat i kësaj situate jo serioze të parë nga lëvizja vetëvendosje, kemi ardhur edhe në një gjendje të tillë. Nisma nuk do të merr pjesë në seancën sot në orën 11 dhe arsyet pse nisma nuk merr pjesë janë tepër kuptimplota. Është seancë e thirrur jashtë rregullave ligjore, nuk i plotson rregullat e punës së kuvendit dhe sigurisht që një gjë e tillë e një çështje kaq e rëndësishme siç është buxheti të bie ndesh edhe me rregulloren e punës edhe me ligjet në fuqi, nisma nuk ka vot për këtë pjesë. Dëgjoj, nëse dikush ose një subjekt politik shqiptar në Kosovë i ka dhënë mundësi të bashkëpunimit lëvizjes vetëvendosje për të pasë edhe kuvendin e konstituuar, edhe qeverinë, është i vetmi subjekt politik që quhet nisma. Dhe nëse dikush ka bërë thirrje vazhdueshëm që të kemi unifikim e unitet e të ulemi bashkë të bisedojmë për të bërë zgjidhje e për t'i dhënë Kosovës institucionet, është zoti Limaj. Prandaj kjo nuk ka ndodhur, e them edhe një herë, e si rezultat i mos kësaj ndodhje normalisht që nisma nuk do të ketë votë e nuk do të merr pjesë as në seancën e orës 11 e po ashtu nuk do të ketë votë e nuk do të merr pjesë as në seancën e orës 14. Nisma nuk ka votë në orën 12, nuk ka votë në orën 14 për zotin Konjufsa, sepse ne mendojmë që edhe kjo është jo legjitime, ne mendojmë që nuk ka pas vullnet dhe gatishmëri për të krijuar shumicën parlamentare në kuvend dhe si rezultat i mos krijimit të shumicës parlamentare në kuvend nuk mund të ketë edhe vot për të mandatuarin e dytë, sepse të gjithë e dim që në praktikat parlamentare nëse nuk punohet e nuk veprohet që të bëhet shumica në parlament, nuk mund të ketë edhe qeveri. Ne nuk kemi vot për zotin Konjufsa. A sot kanë pjesë në seancën e 14 orës 14? Praktikisht edhe pjesëmarrja edhe jo pjesëmarrja nënkupton që nuk ka vot për zotin Konjufsa. Nisma nuk ka pas asnjë bashkëpunim në këtë pjesë e nuk ka pas asnjë takim në këtë kohë dhe nuk ka pranuar asnjë ftesë nga ana e lëvizjes vetëvendosje për të pas votë për mandatuarin e dytë dhe sigurisht që nisma në fakt edhe për këtë pjesë nuk ka qenë absolutisht e gatshme që edhe t'jap kontributin për të ardhur deri te vota apo edhe formimit i